ju do të më bëni pyetje pse i përmendi në dokumentaret e mia. Në fakt i përmendi për shkak që ju të distancoheni prej tyre dhe për shkak se qylpopat e fesë së sultanit të gjithë do të bëhen bashkë. Do të mbrojnë diçka që nuk mbrohet, pasi germat, fjalët dhe ajetet e Kuranit janë aty. I shohin, kështu që nuk janë lole të mos e kuptojnë se janë në gabim. Janë të kuqen, prej tyre do të ketë një pakicë e vogël që do t'i pranojnë, por shumica dërmuese jo, dhe do të mundohen të shpifin binderin Hazreti Muhamedi duke u thirrur në sunetin e fesë së Bagdadit dhe jo të Medinës. Dërsa këta më të ekspozuarit që unë i quaj vepmullaha të të bëjnë salto mortale për shkak se janë të zdërvjellë, njëtë si puna e iblisit, kur theu urdhën e Zotit, do thotë nuk është me rëndësi si thua apo thua në ruku, me rëndësi është të falesh, të krysh farzin në namaz ose nam izi. Është krejt në rregull. Siguria e shpirtit në besim është diçka individuale. Secili sekt ka të drejtën e tij në dinin, kushtetutën tonë. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Por, siç e dini, na kanë lodhur këto 2 dekadat e fundit në emër të sektit Hanefi dhe duke kidnapuar diçka që nuk mund të kidnapohet, kanë krijuar iluzion se ata janë pronar të Islamit dhe jo Zoti i kanë rënë në kurthën e tyre dhe i kanë bërë zullum shpirtrave të tyre, por gjithashtu kanë prekur në dinin kushtetutën tonë të përbashkët, duke shpërqendruar vëmendjen e shqiptarëve në dinin me qilima të Arabisë, Turqisë, Iranit apo Indisë me kokat e tyre heliocentrike.